Se suksesu kur t'ka lesh, nëse nuk e ka. Që a di që po thu? Po luj me vllaznimin, unë kur luj, nuk ka sukses nëse se mu... Suksesu kur t'ka lesh tutje. Ma grupi është i fort i Kosovës. Ska grupe, po cili grupu i dep? Po në regull, bre, po me shtu kombëtare. Jeni krejt grup, cilu i dep? Çfarë histori ka për shembull Slovenia? Cili është me barazhi apo kualifikimi direkt? Jo, unë mendoj që kom qef Kosova. Ku ka i direkt? Para se me sekret kanë qef. Është Para vështirë. se me... Çka kthej përgjigjen? Vesh lutëm një element, kuptaj. Që tu grupe, ta në janë këtë gjatë balancune dhe të në të forta. Se cila pretendon për veti me kalëzu rezultat. Është e vërtet, po normal, se që ata luhet. Nuk e kena kalu grupin, nuk jena në play-off, edhe ja kena vazhdu një trajneri me 2 vjetë tjera shtes, nëse që kjo është e arritne, kalëzëm qyshtë, nëse kuptaj. A dhe me merë dikush tjetër, atë nuk më në mu përzina, a e vazhdojnë trenerit, asë e vazhdojnë. Po për mu... Po flasëm me trenerat vazhdojnë mi bazën në suksesë, apo ja? Për mu edhe për shumicën e njerëzve që i një une, është sukses nëse Kosova arin me lujt në lujt barajit për shti grupi. Une njerë që i një, edhe për veti, personalisht, Kosova nëse kvalifikohet me lujt në baraj, që po thuti... Për mu, sukses i Kosova nëse ka... Shumë sukses, jo sukses. Po du me vetë, Për mu, Zoti nëse ka Velion. lë grupin, është. Ramiz, po du me vetë Zoti Velion. Jo, së njëjtë. Unë i kërkoj falje pa Kovanova prej komunikacion. Kuptojmë. Zoti Velion. Suksesi i madh është edhe ne garantojmë se Kosova shkon në play-off. Barash. Do thotë kur u hidh Bas kësaj renditje, bas performancës, bas themi lojës që luhet Sloveni, Suedi, ata kanë probleme, janë aty të nivelizuar, ndërsa Kosova ka arritur një sukses të madh, domethënë është në një mentalitet unifikimit, mentalitet të konsistencës, edhe kjo frymë nuk ka qenë kur asnjëherë më parë. Bëllëm ne të gjithë tjerë, plot eksperta këtu Kosova ka. Thoshin ky grup është shumë i fortë, shumë tepër i vështirë për Kosovën me e kalu. Mirë, po ato unë e pajtona se fillum me shumë dop me Zvicrë. Edhe pajtona me Zotin Ramizit se nuk ka, do thot, konsistencë, nuk ka kontinuitet të ndeshjes ose atë konceptin taktik. Themi prej ndeshjes në ndeshje. Themi të varierojmë prej Zvicrës në Suedi ose Sloveni, kjo ka të bëjë në aspektin profesional. Mirë, po ne, interesi jonë është Kosova të shkojë themi në play-off. Po edhe gjasat janë shumë të mirë edhe play-off. Varet tani se si do të renditet. Sa pike na me marë. Sa pika do t'i marim edhe ku do t'a kemi konkurrentë, ku do t'lujmë. Kjo shumë... A din që ekziston mundësia që edhe me Shqipërinë me në ra, me lujt në baraj. Prishtinë. Do thot ne kretë Kosovë do t'ishim aty kjo fush, ky Fadil Vogël do t'jetë shumë i vogël, por gjasat janë shumë të maja, shkojmë play-off. Ne në play-off po shkojmë, tani ma tutje, nëse luhet loja në Kosovë... Që është përcaktu që ndesha në Sloveni? Nëse atu dalëm pamposhtur, unë menoj që 50% taktikisht kemi luajtur shumë mirë me Suedin, nëse qëndrojmë kështu do të thotë ta presim kundërshtarin, ne jemi të mirë ta presim kundërshtarit. Aty mund ta bëjë çdo trajner një taktizim të duhur, presë kundërshtarin me kundërsulme ashtu siç arritëm.